Unë do kaloja pa humbur kohë në një seksion që me të ftuarit e bëj gjithmonë, të komentojmë disa imazhe që i sjell respektivisht me le të themi karakterin e të ftuarve. Dhe unë kam sjell për ju një seri ngjarjesh nga tranzicioni shqiptar, duke bërë le të themi një xhiro të shpejt të çfarë ka ndodhur me momentet kryesore të vendit tonë. Kjo është pamje nga ambasada gjermane, ku në një moment caktuar ne gjithë u turëm për të larguar nga vendi. Dhe unë mbaj mend ato vite kur kam qenë i vogël, gjithkush ndjej keq të ishte shqiptar. Nuk vendoste emrin e fëmijëve shqiptar, gjithkush donte të largohej nga Shqipëria, nuk i pëlqente lagja sepse realisht nuk kishte çfarë t'i pëlqeje, nuk kishin të lidhur, nuk kishin pronën, nuk kishin biznesin, pra ishte çdo gjë që përfaqësonte një vend nga ku ti duhet ta lije. Si e shikoni ju këtë moment të vendit tonë? Unë mendoj që kjo është një nga ngjarjet historike më pak vlerësuara. Dhe për një arsye, për dy arsye të pak. Spari se asnjë nga anëtarët e familjeve të leadershipit sot politik në Shqipëri nuk ka qenë pjesë e ambasadave. Dhe për ta vazhduar, pothuajse të gjithë kanë qenë të pjesa denigruese ambasadave. Nëse ju merrni sot drejtuesit politik, pothuajse gjithë kanë qenë pjesa e mitingut që u bën Sheshi Skënderbej kundër ikjes në ambasadë. Që pjesa denigruese, unë kam parë shtypin e kohës, sidomos dokumentat e peticioneve që i dërgoheshin nga kolektivat në atë kohë Ramizalis, është një nga gjërat më shokuese që kam parë. Pothuajse gjithë personat e sotëm publik kanë dërguar në atë kohë telegram Ramizalis kundër njerëzve që kanë hyrë në ambasadë. Dhe unë e kuptoj që disa kanë frymosur edhe për shkak të kolektivit e tjerë, por le të mos harrojmë, është 6 muaj para pluralizmit. A janë të fajshëm këta, profesor? Po janë 6 muaj para pluralizmit. Si është e mundur që njeriu i pa informuar, i pa shkolluar, rrezikon jetën hyn në ambasadë dhe ka kuptuar që Shqipëria po shkon keq, dhe njerëzit që janë profesora, artista, sportista, pjesë e jetës publike nuk e kanë kuptuar dhe bën pjesë e regresit. Por kjo lidhet me atë është e rëndë për ta thënë, por kur Shqipëria ka qenë keq, një kategori e vogël njerëz kanë pas sukses. Dhe tendenca e njerëzve për pasur sukses pavarësisht se si shkon Shqipëria është një smundje jonë historike dhe një nga gjërat që na ka penguar më shumë. Vlera e suksesit tonë vlen kur Shqipëria ka sukses, kur vendi yt ka sukses, dhe suksesi yt ecën paralel me vendin, sepse kështu bëhet suksesi më për fëmijët e tu. Në momentin që ti gjen rrugën e shkurtër për pasur sukses personal, për gjërat e Shqipërisë shkojnë keq, ti ke bërë vendin pa jetueshëm për fëmijët e tu. Pra një oligark sot që vjedh e dëmton le të themi pronën e përbashkët, e bën vendin më të keq edhe për veten e vet. Absolutisht, po ne kemi shembull në pranar firma për medale. Gjithë ishin suksesshëm ca ditë, por familjet e tyre nuk tregojnë mbi emrin e saktë dhe në zhduk nga jeta publike dhe disa edhe nga Shqipëria. E vërtet. Një nga momentet që edhe ju e përmendët pak, viti 1997, e cila në fakt u pasua nga një 98, por ne si komp, le të themi, u armatosëm edhe deri diku u vëmë edhe përballë njëri tjetrit. Mendoj që është një nga ngjarjet më negative të historisë së Shqipërisë. Por në aspektin studimor, unë do ta quaja ditën e parë kur shqiptarët u përballen me kostot e demokracisë. Dhe them drejtë nuk e kaluan testin. Sepse ata e kuptonin, gjithë palët e kuptonin demokracinë. Njëra palë e kuptonte që e pa kufizuar, e pa rregulluar dhe shteti duhet jetë burimi i gjithçkaje. Dhe kur un kam një konflikt shteti duhet ta zgjidh, dhe pala tjetër që e kuptonte që qenia në shtet i jep superioritet ndaj kujdo tjetër, përfshi dhe reagimin e qytetarëve dhe interesat e shoqërisë. Dhe koncepti ekonomik që ata zhvilluan ishte një koncept që s'lidhej me demokracinë, lidhej me komunizmin. Dhe në moment që ata e kuptuan, bën ata që kanë ditur bëjnë më mirë gjatë historisë, të sulmojnë shtetin, sulmojnë pronën publike. E kanë sulmuar në vitin 44, e kanë sulmuar në vitin 91, e kanë sulmuar në vitin 97, dhe po të vështirë sa herë që ka trazira më dhanë në Shqipëri, turmat sulmojnë pasurinë publike dhe institucione zyrtare, sepse nuk e konsiderojnë shtetin të tyre. Dhe kjo është një raport kritik që ne kemi me shtetin. Sepse shteti është yni, institucionet janë tonat, nëse nuk na pëlqen ne ndryshojmë drejtuesin. A e kemi studiuar në këtë moment historik si jemi vulnerabël për ta përsëritur? Jo, sepse produkti i 97-s ishin praktikisht gjithë produkti ishte i deleguar në parlamentin e ri. Dhe gjëja e parë që bëri parlamenti i ri në atë kohë
amnistoj 97-ën, miratoj një raport ku amnistoj gjithë 97-a. Sepse ishin gjithë pjese, nëse ne do hynim dosën 97-ës, sot pjesa më e madhe e jetës publike dhe jetës politike nuk do ishte me vendimarrëse në Shqipëri. Nuk jemi në Palestinë, as në Ukrainë, ky është gërdeci. Është përsëri një nga ngjarjet tragjike, por e quaj më shumë aksident tragjik, për një arsye, sepse ndodhin ngjarje që ne morëm vesh çapo ndodh në periferi të Tiranës. Publiku nuk e dinte. Që atje kishin një depo dhe gra dhe fëmijë ishin dërguar për punuar. Por është interesante, Migen, kur i shikon ngjarjet më të rëndësishme të Shqipërisë. Për shkak ka një ngjarje që pse nuk flet askush. Në natën ishin në Puk, kur dhaja deklarata 6 ditëve buk, një numër njerëzish shkuan për siguri bukën e kalamajve, hynë në supermarket, në zonës që ishte dhe vdiqen aty. Një numër i madh viktimë, askush nuk flet. Mbi 20 e sa. Deklarata e kryeministrit Bufi. Nuk ishte deklaratë që u kesh përdor, por ndodhin ngjarja, vdiqen njerëz, nuk flet njëri për të. Dhe ishin për siguri bukën e kalamajve, nuk ishte për të marrë pasuri për të bërë i pasur. Dhe ky është dallimi i madh. Edhe Gërdeci, edhe 97, edhe kjo ngjarje që unë përmenda, dhe gjithë në 21 janari janë ngjarje që i bashkon palët politike. Dhe shumë interesante. Gjitha ngjarjet tragjike i bashkojnë palët politike. Të gjithë kanë qenë aty. O kanë qenë në grupin e biznesëve që profitonin, o kanë qenë në grupin e pushtetit që profitonin. Dhe kjo është arsyeja që asnjë nga këto ngjarje nuk zbardhën. Interesant. Një pjesë e rëndësishme bashkëkombësve tanë fitojnë pavarësinë. Po, Kosova, po them kontekstin e zgjedhjeve sepse më ka shkuar mendja shumë këtë ditë. Njeriu më i votuar në Kosovë në dy zgjedhje kaluara ka qenë Vjosa Osmani. Çfarë bën kosovarët me njeriu më të votuar? E bën postin më të lartë shtetit, president republike. Dhe është një njeri dinjitos që i ka dhënë dinjitet Kosovës. E dini kush është njeriu më i votuar në Shqipëri? Është djali njëri prej këtyre që nuk e lejon ligji i dekriminalizimit merret me politikë. Dhe askush se njës ka në asnjë aktivitet parlamentar përveç betimit dhe i deklaratës që ka mbrojtur njëherë për babën e vet. Ky është sistemi se si e kemi lidhur ne votën me përfaqësimin. Kosovë njerëzit më të votuar marrin përgjegjësi dhe janë njerëzit më të mirë të politikës. Albin Kurti sot është njeriu më i votuar i Kosovës dhe është kryeministri më pak i korruptuar në historinë e re të Kosovës. Në Shqipëri, njerëzit më të votuar janë njerëzit më të korruptuar dhe janë o në SPAK o në derën e SPAK-ut. Dhe ky është deti ku hendeku i madh i formimit politik dhe i respektit votës që ne japim Shqipëri dhe në Kosovë për treguar edhe pse Kosova ka bërë më shumë progres si shtet, se sa në Shqipëri janë kaq pak vite. Kosova po paguan çmimin tjetër. Në mënyrë të gabuar, Kosova po imiton liderit politik Shqipërisë. Kosova duhet të imiton dhe Zvicrën dhe Gjermaninë, jo liderit politik Shqipërisë. Dhe këtë çmim po paguajnë sidomos e keni vënë re. Është dukshëm që ata po imitohen dhe ndikohen nga Tirana. Dhe ndërkohë që Tirana vet, lideri politik dikur kanë dhënë intervista ndikon nga politika e jugut italisë. Ne po kopjojmë modelet negative të njëri tjetrit. Ata po gabojnë nëse nuk kopjojnë modelin që ata njohin më mirë, që është modeli i Zvicrës. Të shpresojmë që të mos zgjasë edhe kjo të ketë një kthim kursi. Është interesante kur ne hym NATO, ndodhi Gërdeci. Dhe dini ju që ne nuk kishim gjeneral për dërguar NATO dhe nga gjithë generalet që u dërguan mjekje penale, u la një për shkuar pjesë e delegacionit për të marrë pjesë. Domthonë NATO na futi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në atë kohë zoti Berisha përdorej shprehje Miracle of Freedom, ishte shumë po themi populiste. Koha sot më tregon që sa rëndësishme ishte hyrja në NATO. Dhe sa rëndësishme ishte veto amerikane për të na futur NATO, edhe ditën kur spatëm ushtrit e gjeneral. Do thotë NATO është garanti gjeostrategjik. Dhe në kohën e sotme ku bota po ndryshon dhe ku kanë rënë garancitë e sigurisë, për mua është themelor qenia në NATO. Ama qenia në NATO nuk na jep të drejtën të sillemi sikur ne kemi merituar NATO-n dhe ne jemi NATO. Ne jemi studenti ngelës i vjeshës që është lodhur pedagogu aq shumë sa i ka vendosur një 5. Dhe 5 nuk ta ka vendosur për qenë lideri i NATO-s. Ta ka vendosur që të mos bësh sherrën familjen tënde. Është një eksperiment. A meriton të jetë ngjarje e këtij tranzicioni? Mendoj që po, është një eksperiment. Në aspektin statistikor, gjykata krimeve të rënda në viteve 2004-2005 ka pas produkte gati të njëjta. Por është një eksperiment i cili do jetë i suksesshëm nëse avancon. Dhe kur them nëse avancon, suksesi SPAK-u nuk është statistika, se unë e shoh që rëndin gjithë statistika. As nuk është sa majta, sa djathtas
godet. Suksesi i SPAK-ut është të krijojë standarde. Për shkak një nga kritika që un kam për SPAK-un është Shqipëria duhet të kalojë në ditën kur heton individin, ka bindjen e plot që individi është fajtor dhe është i gatshëm për ta quar në gjyq. Jo te koncepti ta arrestoj për të parë pastaj çfarë ka bërë. Sepse për shembull i marr një rast, kanë qenë një arrestim i një grupi të madh qytetarëve në Shkodër ose në Berat ose në Elbasan, mos gaboj. Që akuzoshin që kanë prodhuar lëndë narkotike e tjerë në funksion të dikujt tjetër. Nuk arrestoi pronari, arrestoshin gjithë fshatarët e zonës dhe quhej grupi strukturuar kriminal. Praktika tilla duhet larguar nga objekti i punës. SPAK-u duhet merret me krimin organizuar dhe me politikanë të korruptuar dhe nëse merret me këtë ka punë pafund, dhe do të bëjë shërbimin më të madh Shqipërisë. Dhe mendoj që nuk duhet negohet nga asnjë nevojë dhe deklaratë politike ditës. Nëse janë korruptuar gjithë ministrat, gjithë duhet jenë në burg. Nëse janë gjithë politikanë të korruptuar, gjithë duhet jenë në burg. Nëse ne jemi të korruptuar që po flasim, edhe ne duhet përgjigjemi para drejtësisë. Krijimi i këtij standardi do jetë suksesi i SPAK dhe suksesi i Shqipërisë. Nëse nesër me matematikën 2 majtas, 2 djatas, kape një këtej, kape një andej, kjo s'do na çojë askund sepse sa të korruptuar do zëvendëson me sa të korruptuar tjerë. Sigurisht edhe unë shpresoj shumë që kjo të jetë një strukturë e cila në fakt meriton të ketë vendin e vet në ngjarjet më të rëndësishme të tranzicionit dhe mbase të jetë ai momenti ku tranzicioni fillon edhe thyet dhe jep një model për institucionet e tjera të vendit ton ku disa njerëz në një moment caktuar vendosin të bëjnë punën e tyre mirë dhe saktë. Shpeshherë ne kemi menduar që kryeministri e bën vendin, po shohim që një institucion me 12-16 veta që ka vendosur të bëjnë punën e mirë, punën e tyre mirë, mundet të shejpin ose të formsojnë gjithë vendin. Kjo mbase mund të jetë e rëndësishme 12 pedagog, 12 polic, 12 por dua të them se gjithmonë duken sikur gjërat janë gjithmonë bardhëzinë në këtë vend dhe gjithmonë historia. Në fakt e parë si studios duhet jemi realistë në një shprehje që ne sot jemi të pakënaqur. Jemi të uritur për ndryshim. Jemi të pengi një klasë politike të paraformuar dhe të korruptuar. Jemi të acaruar me ta, jemi të lodhur nga arroganca e tyre. Por në thelb duhet të pranojmë një fakt, që nga vitet që është krijuar shteti shqiptar dhe deri sot, shoqëria shqiptare nuk ka pasur liri më të madhe veprimi. Do thotë, ne sot i kemi gjitha pakënaqësi, po ja flasim dhe reagojmë dhe nuk ndikohem. Unë përse kam pasur gjatë të vitit, më ka ndodhur që edhe zoti Berisha dhe zoti Rama të bëjnë deklarata publike kundër meje dhe të dy kanë publikuar. Them drejtë nuk jam shqetësuar fare prej tyre. E kam parë si vlerësim kur dy modelet bashkohen kundër punës që ne bëjmë, do thotë që kemi shkuar tamam aty ku duhet sepse jemi treguar pa anshëm dhe kemi goditur fenomene që i prekun sepse i kanë të njëjta. Do thotë numri i qytetarëve sot që reagojnë në media sociale është shumë i madh. Numri i qytetarëve pavarur që nuk pyesin për politikën është shumë i madh. Numri i qytetarëve që e din kush është zgjidhja për Shqipërinë po bëhet gjithnjë më i madh. Numri i njerëzve kurajës që reagojnë edhe në mediat ndërkombëtare, forumet ndërkombëtare është po ashtu më i madh. Numri i organizatave që nuk financohen nga qeveria dhe nga parti politike është po ashtu më i madh. Numri i studentëve shqiptarë që po diplomohen në perëndim dhe po vjen në Shqipëri është më i madh. Kështu që nëse këto i bashkojmë të kapacitete, mendoj që nuk jemi duke shkuar drejt Greminës, po jemi duke dal nga Gremina. Dhe do jetë aftësia jonë, mentoria dhe maturia jonë nëse ne do arrijmë që t'u alesojmë rrugën dhe t'u japim mundësi këtij shansi historik, apo do të tërheqim me turmën dhe të bëjmë pjesë turmës. Është vërtet, edhe unë nuk e shoh si ndonjëherë thonë jeni shumë pesimist, ne nuk jemi pesimist, ne jemi realistë dhe ne po japim diagnozën si shkot të zgjidhja. Por nëse ne themi që më të mbyllim sytë dhe veshët, edhe midis tyre 2-3-ve, zgjedhim njërin prej tyre, ne kemi shkatëruar konceptin e votës, konceptin e demokracisë dhe ja kemi deleguar të armën e fëmijëve tanë sa njerëz të papërgjegjshëm. Është vërtet edhe unë i bashkohem këtij mesazhi.